Unë personalisht me zotin Ademi asnjëherë nuk do t'ulim. Por arsye se mu më ka fye me telefon, edhe i ka fshije telefon, ato telefonatët e veta mu më ju tregue, i ka fshije me njëherë se mu më ka fye, më ka kërcënu, edhe aje ka hup çdo kredibilitet. Teksa prokuroria e posaçme poheton aferat e dyshuara të korrupsionit të lidhura me projektet rrugore nën përgjegjësinë e Belinda Ballukut, hetimet duket se kanë nxjerrë në pa edhe prapaskena që lidhen me aeroportin e Vlorës, një nga investimet më të mëdha infrastrukturore në vend, i cili prekosh ndodhet i blokuar për shkak të konflikteve mes aksionerëve. Në pamje të parë, përplasjet ligjore mes palëve duken të ndërlikuara, por një analizë më e thelluar zbulon një ndikim të fortë nga prapaskena. Njëra palë ka përdorur gjykatat për të paralizuar projektin, ndërsa nga ana tjetër është ushtruar presion përmes mediave me synimin për të përfituar një pjesë shumë më të madhe të investimit sesa ajo që i takon realisht. Së fundmi, oficierë të byros kombëtare të hetimit ushtruan kontrolle në banesa dhe zyra biznesmenësh të lidhur me tenderat e rrugëve, ku një prej tyre ishte edhe Arber Abazi, i cili rezulton të ketë lidhje të afërta familjare me zëvendës kryeministren. Kontrollet ndaj tij lidhen me hetimin e procedurave për ndërtimin e Unazës së Madhe të Tiranës, konkretisht lotin 7, ku fituese është shpallur një bashkim kompanish ku përfshihet edhe firma e tij. Kompania Alco Impex General Construction, me të cilën Abazi është i lidhur, rezulton të jetë degë një subjekti të regjistruar në Kosovë në pronësi të Imer Ademit. Të dy, Abazi dhe Ademi kontrollojnë gjithashtu një shoqëri koncesionare energjetike, duke krijuar një ortakëri që ka përfituar fonde publike përmes tenderave që tashmë janë nën hetim. Në këtë zinxhir lidhjesh përfshihet edhe Valon Ademi, aksioner minoritar i aeroportit të Vlorës, i cili po mban të bllokuar projektin duke kërkuar rritje drastike të përqindjes së tij në investim. Këto lidhje shpjegojnë sipas burimeve angazhimin e gjykatave dhe mediave pranë qeverisë, si edhe përplasjet publike me investitorë të tjerë, duke e shndruar aeroportin e Vlorës në një nyje të fortë interesash politike, ekonomike dhe gjyqësore.